Përshëndetje teleshikues të nderuar, vazhdojmë me ciklin e emisioneve me legjendat e sportit. I ftuari në emisionin javor të sportit me legjendat e sportit në televizionin Koha, sonte është Ish Referi, aktivisti në lidhjen futbollistike komunale të Tetovës dhe antari i aktivit të referve në kuadër të Federatës së futbollit të Maqedonisë së Veriut, Adnan Idrizi. Bisedën me Adnan Idrizi të zhvillojmë në banesën e tij në Tetovë. Adnan, mirë se u gjetëm në banesën tuaj dhe faleminderit që pranuat të jeni pjesë e emisionit tonë. Shumë faleminderit për vizitën e për kohën që më caktuat për të informuar opinionin në lidhje me Adnan Idrizin. Dhe atë çka ka ndodhur para shumë viteve, ashtu? Po. Atëherë, fillimisht na thoni kush është Adnan Idrizi? Adnan Idrizi është tetovar, i lindur në Tetovë në vitin 1952. Shkollimin e kam kryer në Tetovë, normalen gjimnazin, atëhershëm gjimnazi ishte si normale, në Asim, e shkollën e lartë e kam kryer në Shkup. Kam punu në Asim 18 vjetë, edhe atë në fshatin Qëllopek. Pre fillimi deri në përfundim punës profesionale. Mandej, me transformimin e Jugoslavisë, mbetëm rrugëve, unë kadrova në sektorin privat, deri në pension. Atëherë, si u kalojnë ditët e pensionit, pa pipën në gojë për të ndarë drejtësi? Shigjani, unë me sport mirëm që 50 vjetë. Dhe nëse i kam 70 vjetë, 50 vjetë jem me sportin. Qysh në moshën e re, fillova aktivitetin tim me futbolin. Kryesisht me referimi. E kisha obsesion referimi. Kush është fajtar që ti fillove me ndajsh drejtësi në ndeshjet e futbollit këtu në rajonin e Pollogut? Si i ri, 18 vjeçar, duhet ta ceki një person që më ka ndihmu mjaft për të inkuadruar si refer. Konat ishin vështira. Ta përmendit Tome Manajlovski, i cili ka qenë ish refer në Federatën Jugoslave edhe refer ndërkombëtar. Për shkak se nuk kishte shqiptar tjetër, unë ishe shqiptari parë që u inkuadrova në referim. Edhe prej vitit 1975, deri në 1989 kam qenë aktiv. Vitet ishin vështira, ekipe nuk kishim, përpos një personi që ka qenë në kuadrat ish Jugoslavisë, Petrit Bauta, i cili ishte në Federatën Jugoslave, po si asistent. Përpos ati, minjerë mbas ati jam inkuadruar në Ligën e Maqedonisë. Atëherë në thonë, cile ka qenë ndeshja e parë që keni ndaj drejtësi? Dhe cilët ishin ato klube? Në atë kohë nuk kishte shumë klube shqiptare, vetëm i mbaj mend ka qenë Drita e Bogovinës, ka qenë Piroku, Kamioni, edhe 79 në formu klube. Shari Glogjes. Shari Glogjes ka qenë, po. Bogovinas ka qenë atëherë, se Drita u në 94 në shtemelu. Mundet vijet i përzi. Edhe 79 në inkuadrua ekipi i Shkëndijës. Cilën ndeshje mbani mend? Ndeshjen e parë? E parë që kam referu ka qenë në Vratnicë, ndërmjet Vratnicës edhe Jugohromit. Ndeshje e parë si 18 vjeçare. Bile në atë rast e kam pas edhe baban me veti, si mbrojtje. Për gabimin më të madh që e bëna, që kisha baban. Se publiku si publik, e dini se ka lloj intriga, sharje, fyrje. Ai film vazhdon edhe sot e kësaj dite, po. Bile edhe më keq. Unë tash ata bëj punën time referimi, apo tash që ku të zgjedh baba ime. Po e kam pas babën demokrat, që atë punë i kuptonte, i dinte, edhe nuk kam pas.
Po, ajo ndeshje më ka betë Si përfundoi? 0-0. Se kam qenë refer me dignitet, me drejtësi, brenda mundësive. Në atë kohë nuk ishte kamera, nuk ishte televizione, nuk ishte kurgja. Vetëm shkojshe... Po, shkojsh referojsh, nëse dikush sulmon, atë ke bakshish atër, sigurisht. Për 18 vjetë se isha aktiv në referim, besosh apo që asë njëherë nuk kam pas kur një farë problemi me referimin, si jam mundu gjithmonë të jem i refer i realt, atë që e shoh të gjikoj, edhe nuk ka pas përpavi. A mbani mend sa ndeshje keni referuar, për shembull në atë ligën komunale të atëhershme? Po, vitin e parë isha si aktivist i fillestar, me njerë përshka se pan diqka të unë, Se ke... kam afinitet. Vitin e parë unë këtovan ligën e tretë të atëhershme në Maqedoni. Pa. Ajo ishte të to gostivar deri në Kërqov, edhe deri në Likov. Pa. Gjithsesi se referimi në atë kohë ka pasur sfida të shumta, cila ka qenë ndeshja më e vështirë në karrierën tuaj? Në karrierën tim e vështirë kam pas problem, jo se problem, po ka qenë vështësi, një ndeshje kualifikuese ndërmjet Sileksit e atëhershëm edhe Tikveshit, në ligën e parë. Të Maqedonisë, po bëhet fjalë, po. Bëhet Maqedoni, se atër ishte kuadrë, Maqedonia ishte në kuadrë të Jugoslavisë. Po. Atë vështësi e ka pas, bile atëre telegramet në vishin, nuk ishte si tash telefon, telegramet në vishin, shkojsh në Kratov, apo shkojsh në Kavadar. Kam pas vetëm një ndihmët për Gostivari, njenin e kam pas për Priljepi. Bile me atë ansorin që e pata nga Gostivari, kishte pak probleme, se ndeshje ishte aqe rëndë, sa që mund të eskalonte. Por, falë Zotit, nuk ndodhit kur gjë, vetëm pak ansorin ma sëlmun, po, ajo ishte ndeshje shumë e rëndë, rezultatit 0-0. Po cila ka qenë ndeshja më e lumtur e karrierës tënde? Ndeshja më e lumtur e karrierës time ka qenë ndeshja ndërmjet Shkëndijës dhe Pirokut. Për shkak se Piroku ishte një ekip cilësor, posa ishte formu 79-ën Shkëndija, në stinorin vjeshtor, në Pirok, rezultati 0-0, ndërsa në pranverë, në qytetin e Tetovës, ku kishte mbi 10.000 shiqus, euforia ishte madhe, Piroku boni edhe së vitin në Shap, po Shap. Po të atërshme, Kodrën e Diellit. Kodrën e Diellit. 7 ditë kanë qenë në karantinë, me mendim se do të lënë me Shkëndinë e ta fitojnë Shkëndinë. Po, rezultati 5-0 në kade për Shkëndinë. Po, Shkëndinë. Nuk pat asnjë incident. Incident asnjëherë nuk ka pas. Po. Atëherë, deri çfarë rangu keni arritur ju? Deri në dini se çdo vjet bëhej rangimi dhe notimi. Po. Dhe vendet e para sigurisht janë vend plasman për manat. Po. Prej ligës komunale që garova, që referova në ligën e komunale, me një vjetin e parë kalova në ligën e Maqedonisë. Atëhershme liga e dytë, Maqedonisë, kuadra e Maqedonisë. Vitin 1979 u pajisa me diplomën profesionale refer në suadrat Maqedonisë. Si ju vlerësonin ato lidhja komunale atëhershme këtu në të to, referët shqiptarë sidomos? Shqiptarë nuk ka pas. Po? Kam qenë i vetë me unë,
Nejat Kasa. Nejat Kasa, Mohamed Ibrahimi Ibrahimi dhe Kujtim Vele, pa. Kujtim Vele. Pa. Këto 4 e 5, edhe kemi pas disa entuziast që e kuptojshin sportin, po në ndihmoshin. Pa. Përndryshe kanë qenë këtë Kombësisë Maqedone. Pa. Pa si ju vlerësojshin ato? Nuk ishte dallime shumë Shaban, se atëre nuk ishte partia, nuk ishte nacionalitet. Edhe s'ka pas shumë klube shqiptare edhe... Klube shqiptare shumë pak ishte. Me formimin e Shkëndijës, ishte pak tensionuar puna e Shkëndijës, për shkak se këtë mundoheshin të Shkëndijën të fitojnë. A Shkëndija ishte klub madhor. Atëherë kur i thatë Lamtomir referimit aktiv? Referimit aktiv 1989. Cila ndeshje ka qenë e fundit? Valla, nuk më kujtohet të ndeshje ka qenë. Se pas asaj, në moshën më të mirë, kur mendoheshte se do të siguroj vend të 10 apo 9, shkojnë në Federatën Jugoslave. Bon, do dredhina, shqiptari nuk mund të depërtonte. Përpos Petit Bautës, i ishte në Federatë, edhe ata si asistent. A nuk kishim shansa se prej Maqedoniji, vetëm 3 refer shkojshin për para. Po pikërisht këto probleme ndodhen që nga viti 1996, pas diskriminimit që u bohi klubeve shqiptare, nga ana e drejtuesve të lidhjes futbollistike komunale të Tetoves, filluan edhe kërkesat që... Shqyqe shëma, një 6-7 vjetë pauzdoha. Pa? Se në moshën më 3 e lash, 37 vjeqare e lash referimi. Se ishe i pakënaqen me statutin që e patën në federat. Po pikërisht e statuti soli ato pakënaqësin? Edhe 1995 me një iniciativ direkt, tash do të them haptës, Shaban Sinanit, që u nkadru, i bishi, një biset direkt me Shabani, a mund ndihmo diçka në lidhje me futbollin tetovar. Për të ndihmu pranova për shkak se ishe i etshëm për futboll. Me Shabanin edhe morëm një rrugtim të vështirë. Nga 97 jam aktiv me Shabanin sot e kësaj dite. Ato probleme sollën edhe themelimin e lidhjes futbollistike komunale Pollogu i Poshtëm, ku ju riktheu sërish në terren të gjelbër për të ndihmuar dhe edukuar arbitra të ri shqiptar. E mbani mend këto momente? Shumë mirë i mbajnë mend, se momentet e para që i pata, kam pas mundësi këtë vite që jam aktiv, lloj detyra është i pranoj. Po gjithmonë kam qenë i përcaktuar për atë që mund të ndihmoj të rinjve në aspektin e referve. Si mungesa më e madhe është e referimi. Po. Me Shabanin, me Recep Begjetin. Mbasi u formua ajo Liga Komunale Pollogu i Poshtëm, ku kishim shumë vështësi, ku kërkojshim ishin 20 klube, kishte nevojë për refer të shumë. Shumë. Problemi ishte se mos keq kuptoheshim të para Maqedones se ne nuk dim ose nuk mundemi, ja? Po. Kishim një kryetari i lidhjes futbollistike, Indjeri, Dushko Milevski, edhe as federata nuk na përkrahte në ato momentet e para. Ku me Shaban Sinanin kemi tentuar këshillit sa herë me Dushko Milevskin gjejmë gjithë përbashkët se po Liga Komunale funksiononte, pale Maqedone, po me tesha sportive jo. Inkuadrimi i shqiptarëve nuk ishte në moment adekuate. Por me siguri e mbani mend se
ju së bashku me disa instruktor nga Shqipëria, atëherë mbajtëm një farë seminari për edukimin e arbitrave të ri. A i mbani me cilët ishin ato arbitrat të cilët dolen në ato momente? Kemi organizu në ato momente, kur duhet diçka kryet, bëhet, normalisht se fillestaje ishte referimi, se ekipe të shfal, Recep Begjetit, Shaban Sinani, prej Tetove deri në Jazhinc, prej Tetove deri në Pirok, 55 klube shqiptare u inkuadruan. Të gjitha fshatrat, po thuaj, se me lënë klube futbollit, pa. Fillon, po problemi ishte referimi. Tash, unë si aktiv që isha disa vjetë, mundohesha të kryoj refer. Po refer, jo me shkollim, po refer që njëshin pak sportin e mundoheshin në ndimoj. Po falë ekipeve që në kuptojshin se në qatë situatë jemi, nuk mishin masa kur gjanë. Por në bashkëpunim me instruktorët nga Shqipëria, atëherë dolen 3-4 refer, më duket që edhe sot janë emrat e njohur. A i mbani ment ato emrat? Emrat gjë normale se do të krijohen. Po falë edhe profesor Begjet Toqi në ato momente në kanë ndihmu shumë, në ofrojnë një 3 refer prej fakultetit Isa Emuli, Nasuf Latifi, Isa Emuli, Bashkim Mameti nga Fatoni me sa duket ma vonë e u kiq, po. Ma vonë u kiq, ama tash për shkak se nuk kisha mundësi vetë të jem aktiv çdo herë, me kohë punojsha për atë që mrin diçka. Por ndimese ishte madhe edhe disa aktivistëve sportiv me mosh më të vjetër, por pranohan që të ndajnë edhe ato refer. Kishim rastin treneri Sellar Sepri i Flamurtarit, Eshref Ismaili, i cili Naser Ismaili, treneri atëherë, po. Shumë më kam haru, po këto më lanë shpreje. Shprejes se një ditë do të vije momenti që të më zavendësojnë, që nuk jam i përjetshëm. Edhe gjithmonë kam punu që me Isen Emuli, me Nasufi, kam pas shumë probleme. Jo se probleme individuale, po më fillojshin, po që atën se ne bëj. E lam. Ka pas sharje, ka pas ferje, ka pas përshka këtë. Po, ekipe shqiptare, ama probleme kishe mjaft se ato 3 nuk e kuptojshin që Isa Emuli ishte prej Shëmshove. Nasuf Latifi ishte nga Qopeki. Po, gjema, pa tjetër, bëhet diçka. Isa arriti të bëhet edhe refer ndërkombëtar. Ajo është një sukses i madh i atëhershëm. Më falë instruktorëve që erdhën nga Shqipëria. Falë edhe do instruktor nga Kosova që erdhën, fillon gjallet të tova. Adnan, ju një kohë të gjatë jeni edhe vëzhgues në ndeshjet e futbollit në të gjitha kategoritë në vendin tonë. Cili është roli i vëzhguesit faktikisht në këto ndeshje të Ligës Parë, Ligës Dytë dhe rangje tjera? Puna i vëzhguesit në për ligat e pre Ligës Parë deri te Liga Komunale është të krijojë refer. Në to e refer, ndaje drejtësi si pas regullave të futbolit, të kuptoa. Normal. Se referimi është një punë shumë e vështirë. Sa do që të duket se është njëtë, ndesh drejtësi, shkojsh në gjyq, gjykaci anulon në seanca, a këtu nuk ke kohë, pjesë sekundës vendosën, po apo jo. A është asështë, a është i bardh apo i kuqi. Çka mendojsh tash me sistemin e ri, varit? Sa i ndihmon referve kjo, apo... Shija, sistemi i varit ndihmon mjaft. Mjaft. Se me sytë qelë, nuk mund të gjykosh çdo gjë, nuk shohesh kur gjë. Momente ka ku kombinimet bëhen as së shpejtë sa që si një vresh. A vari ndihmon shumë. Ndihmon shumë. Adnan, ke qenë edhe pjesë e aktivit të referve të Maqedonisë në Federatën e Futbollit të Maqedonisë. Cili ishte roli juaj atëherë?
Me ardhjen e Recep Beceti't si nënkryetari i federatës, kohën e Haxhi Sevskit, na u mundësu që shqiptarët dalin në sipërfaqe pak. Edhe u inkuadrova në aktivin e referve, në kryesin e aktivit referve, si një i pari, ku kishim disa refer, të cilët kishin afinitet për të arritur më nalt, edhe për... Të tregoj Shaban, Isa e Murlin e kam përgatitur si djalin tim. Edhe me ardhin e Recep Beceti si nënkryetar, a kam pas mundësi të jem edhe unë lloj forumesh, të marr pjesë. Po gjithmonë jam përcaktuar për atë që mund të tap kontribut aty ku mund të tap. Me ardhin e Recep Becetit, edhe me ardhin time në Federatën e Futbollit, të referët pa një krah që ato. Sidomos mbas vitit 2002, kur fal Këshillit Koordinues, pjesëmarrja e shqiptarëve në organet e Federatës së Futbollit ishte në mënyrë adekuate, në të gjitha organet. Sa ndihmoi kjo edhe referëve tonë që të afirmohen? Shumë ka ndihmuar, për shkak se mbas 2002-shit, mbas përfundimit të luftës, kur u formu Këshilli Koordinues, Këshilli Koordinues për mua është prej Struve, Ohri deri në Likov. Aty duhet përmendet Zilkadi Iseni, Zedi Salio, Basi Doko, Miraç Hani, Adi Kreka, Meta Vojnika. Se ne, basi që e morëm Tetovën, nuk e morëm shpit Tetovën, në Tetovën e falë asaj që u ndryshoi. Lidhja futbollistike komunale e Tetovës ishte bartse e gjitha aktiviteteve tjera. Prandaj edhe ndodhi Këshilli Koordinues, ku për herë të parë tek restorant Kurtishi u grumbulluan të gjithë përfaqësuesit e klubeve shqiptare në Maqedoni. Edhe vendimi ishte që po ne si shqiptarë ç'është durim. Ne vendimi ishte që asnjë vendim mos mirret pa lejen e Këshillit Koordinues. Ku kryetari ishte Recep Beceti. Po kalon një vit edhe ato harun edhe u shkatron. Me themelimin e Këshillit Koordinues, domethënë kemi edhe afirmimin e klubeve shqiptare, dihet se Renova për herë të parë u bë kampion i Maqedonisë, me njëherë pastaj Shkëndija, pastaj vazhdoan edhe Shkëndija, edhe Shkupi, edhe Struga Trimlum. Domethënë kjo është krejt një kontribut i madh i Këshillit Koordinues. Atëherë, duke marrë parasysh se në kuvendin e fundit të Federatës së Futbollit të Maqedonisë, për herë vazhdon ajo zbehja e përfaqësuesve shqiptar, sidomos nga Tetova, ku nuk zgjidhen, nga 10 vitet e fundit Tetova nuk ka përfaqësues në Këshillin Drejtues. A mendon se sërish duhet të aktivizohet Këshilli Koordinues? Ajo, po se po. Se vendimi ka qenë që asnjë vendim mos mirret pa lejen e Këshillit Koordinues. Çdo vendim duhet të mirret te Këshilli Koordinues. Vetë kemi fajt si Tetovë, për shkak se një gjë të tregoj, tash kohën e fundit u zgjodh Masaro Meragiqi. Djali drejt i po marr parasysh se bosnjak, ama ka një vizion tjetër për pamjen e futbollit në Maqedoni. I inkuadroi disa individ sportistë që e duan sportin, i kanë qenë të inkuadruar nëpër klube. Në mesin e cilëve edhe Agim Ibrahimi nga Tetova. Agim Ibrahimi që kam edhe nip. Nip e kam. Agim Ibrahimi më inkuadroi, a për postet tjera, vetë kemi fajt se ne nuk zgjerim sportistë, po ne bëm politika punën. Ajo është fati keq. Sa ishin më të sigurt klubet e futbollit me inkuadrimin e përfaqësuesve shqiptar
në Federatën e Futbollit të Maqedonisë, sidomos lidhja futbollistike e Tetovës dhe të tjera më të mëdha në Maqedoninë të Veriut në dekadën e fundit nuk ka përfaqësim në, domethënë 10 vitet e fundit. Si mund të ndodhë kjo? Pse? A thua vallë disa lidhje futbollistike punojnë individualisht, merren vesh? Çajo është e madhe. Se Tetova është lidhje futbollistike më e madhe në Maqedoninë e Veriut. Po, është e vërtetë ajo. Ndërsa përfaqësimi është më... Përfaqësimi vetë kemi fajt, jo se prej federate. Marrëdhënien ndërnjerëzore nuk ishin nivel. Kryetari kalu, Mohamed Sedini, me një zëng të vogël me ish kryetarin e lidhjes futbollistike të Tetovës. Por pikërisht ai tani ka tentuar që ti grumbulloj së bashku Mohamed Sedini, pikërisht Mohamed Sedini, i cili ka dhënë kontribut jashtëzakonshëm për futboll në kohën sa ka qenë ai. Ka dhënë, po sa ka dhënë Tetovën e ka shkatruar. Pikërisht ai e ka shkatruar Tetovën. Derisa ka qenë ai kryetari i lidhjes futbollistike të Maqedonisë, një shqiptar nga Tetova në kishte. E dënuan atë kryetarin Mehmet Abdiun për një zëng të vogël. Më dënuan mu, i dënuan referët. Isa Murli, Nasupin, Bartoni Josipi, Fatoni jo. Ka 2 vjet na suspendon. Na suspendon pas një vrejtje, a komesari i disiplinës ishte prej Tetovë, pa marrë për. Jo, prej Kosivari. Prej Kosivari, pa. Pa. Na suspendon, ka 2 vjet dënu. Dhurat e keni parë sigurisht. Dhurat, pa. Ama dikush ka qenë fajtor për ato suspendime, nuk është po rastisht. Po këtë kanë shqyqyur interesat e veta. Po, interesat e vetë. Atëherë, me si ke qenë aktivist në lidhjen futbollistike komunale të Tetovës nga 1996, atëherë në thuaj, lidhja futbollistike komunale e Tetovës dje, sot dhe çka mund të presim nesër? Ka, edhe përkaje ka, kështu të ditur stash momentalisht jashtë, përkajen e ka masovike, vetëm do të punë. Gjallë, Isa Emuli është aktivist i madh, me grup moshat punon, mundohet kryoj refer, po me përkajen time edhe të tjerve, do t'ja dalim në kësaj pune. Se pa refer nuk ka. E kam një nip 17 vjeçar që tash është fillestar në ligën komunale, don zon. O e dush e se dush, kjo zanat. Po, nërgadar Isa Emuli është shumë aktivist. A mendoj se nipi do ta kalon ti me referim? Dhe zotit të më kaloje, po nuk ma amindja. Pse s'ke besim, apo... Jo, besim kam plot që është i drejti jasa, ama do përkushtohet. Përkushtim do, referimi do përkushtim. Në kohën e fundit shumë janë këto aktivist ose përfaqësues të klubeve shqiptare në Maqedoninë e Veriut, të cilët kërkojnë reaktivizimin e Këshillit Koordinues, për shkak që këto që i përmendëm deri, çka mendon ti? Ajo është mirë është, po nuk mund bësh vrejtje diçka ku marrësh pjesë federat, se ajo ka qenë në lëvizje për të arrit diçka, se në federat nuk në mishin dorë as pak. Derisa këtë federata, prej kryetarit e deri të pasuesi ka komisione që janë shqiptarë, ato do të befren atje ku e kanë vene. Krijimi i Këshillit Koordinues nuk është dëm. Mund t'i afroje bile. Vetëm do të respektohet. Do të respektohet si duhet. Nga të gjithë, jo... Po, nga të gjithë. Si vlerësoni punën e aktivit të referve të Maqedonisë, por në veçantë ato të Tetovës? Ato të aktiviteti të referve të Maqedonisë ka marrë një punë të mbarë,
një drejtësi se derisa ishte komesar për delegim të referve nga Kosovëri, njëri ju i ditë Mamet Sedinit, Marijan Risteski, Nga Kërçova ka qenë. Nga Kërçova. Një lojë ifte, 5 loja punon, nuk ifte. E kemi referin Furkan Idrisi, i cili është që 10 vjetë në listën e parë, si mjetë ka fillu të referoj pak ma gjallë. Plaren Sali, po është referi, jashtë zakonisht i mirë, po a ishte prej Tetove nuk do të në marre prej ndore. Ka ndërim, ka dëru grati, 10 vjetë, a dhe jem ligën e parë, nuk dhe jem ligën e parë. Qeka ima vreme. Mlaci, Dane Gorish, referi, është, sash. Tash kemi disa referë të rejtë që kanë prioritet të mirë, është edhe për fatë mirë është që komesari për delegim të referëve të Maqedonisë, është nga Tetova, Barton Josipi, edhe ka fillu të aktivizoj referëve të Tetovës mjatë. Inshallah. Pa. Atëherë, me që i njihni mirë situatën e futbollit këtu në rajonin e Tetovës, çfarë i mungon futbollit në Tetovë? Në Tetovë i mungon infrastruktura. Infrastruktura, pa. Ajo është dhimbja më e madhe. Dhimbja më e madhe. Me një stadium artificiale që është në qendrën sportive, nuk luhet futboll. 10 ekipe paraqiten, me orar, loja shkurtohet pa kandi, mrejet kandi, me një fush, është fush e sportit, mendoj, stadiumi të Tetovës. Shkëndia i ka bërë super, po nuk materializohet aja. Renova kompleks ka, gjana elementare nuk ka, ujë, teshtore. Të dishen fëmijët në për banka. Dikur lidhja futbollistike e Tetovës, do më thonë pas vitit, pas mbetësimit të Maqedonisë 1992, 3, 4, 5, deri në vitin 2000 kishte dikun 55 klube, ndërsa aktualisht më duket se janë klubet e zbehura edhe shumë ato disa klube edhe janë haruar. 97-ën e mbajnë mend, 98-ën u kriju 55 klube, pak po edhe si ceka, po kohët fundit janë zbeh. Tash momentalisht Liga Komunale funksionon me 12 ekipe në Ligën Komunale, edhe 5-6 në Ligën e tretë. Shkëndia është Ligën e parë, Teteksi Ligën e dytë. Teteksi Ligën e dytë, Renova momentalisht nuk ka kërgjan vetëm me Ligën e tretë. Për Renova në bën shumë çudi se ka pas mundësi të mbahet ajo ekipi, po ato pronarët e dinë vetë punën e... Adnan, a dëshirosh të thuash diçka që si kemi përmend ose unë s'ju kam pyet kështu plus që duhet opinionit ta dije? Shumë faleminderit për respektin. Dëshiroj punë të mbarë. Ja, kemi edhe ende pyetje, unë po thash ti a ke diçka të plus që thësh? Jo, nuk kam, nëse juve diçka në interesant. Atëherë na thuaj, si e kanë përjetuar familja jote gjithë këto aktivitete që i ke bëti me futballin, jashtë shtëpisë? Jo, shaman, të bële ditë, shoqen e kam këtu, ajo më ka dëru. Se koha e vështirë ka qenë, unë duhet të bëma refer, kam pas punë me Maqedonë, ato e di që qashiqe, mashiqe, dhe në zrari me vamë tamë. Dhe me thonë, do njëherë edhe i pirë kartë në shpej, ashtu? Jo, i pirë, asë njerë nuk kam. Që jetën time, përveç dy rakijave, asë njerë se për të kaluar. Po, ka ndodhë që ora 2, 3, 4 mëngjes, të vinë në shpej. Sa i përket referimit, zakonisht kam qenë në pjesën lindore. Maqedonë kanë qenë, kemi pas vërshësi për transport, se tash letësh ka dhe veturën e shkush në Bero, Pekqev, Delqev. Atëre isha autobus, shkush mëngjes, pipytja do të këthesh, s'kishte.
Autobusat e fundit në linje janë ka ora 2-3, nuk ke mundësi, po asnjëherë nuk ka ndodhur qitjes rrugës. Maqedoni që kam mbet përshtypjen se kudo që t'jem nuk jesë rrugës. Shoqëri çdo kont ashtu. Ja, asnjëherë nuk ka pasur kurrë një problemi. Financiarisht nuk ka qenë kot, por ka mbet shoqënia. Po. Shoqënia. Atëherë, si aktivist i sportit me përvojë të madhe, afro 50 vjeçare, a kërkojnë këshilla këto më të rinjt? Dobët kërkojnë. Po unë jam ai që mundohem të inicoj do punë, posa që ishme me Isa e Mullin, ai gjallë, me vërtet gjallë, si gjallin të. Po. Atëherë, për në fund, në thuj cila është porosia e ish referit, vëzhguesit dhe aktivistit në punën e lidhjes futbollistike komunale të Tetovës për gjeneratat më të reja. Më të reja, për gjeneratat e reja, mendimi jem është që sot je i ri, nesër plakesh. Çdo gjë fillon edhe mbaron. Moshën 45 vjeçare më përfundon me aktivitetin i referimit taktik, po. Por mund të kalosh në vëzhgues. Provimin e apesh e kalosh në vëzhgues. Edhe vazhdoj jeta deri moshën 75 vjeç, derisa mundë kam të mbaj. Po fal Zotit që kam ende mbaj, edhe më respektojnë shumë. Sot e kësaj dite mundohem kudo që të më ri. A ke marrë një mirënjohje për këto aktivitetet që i ke bërë tani? Kam marrë, po kam do fotografi. Po, atë pastaj do të shohim ato fotografit. Po. Do me thënë kjo ishte krejta jo, ha? Do me thënë këshilla më e madhe është që të respektojnë njëri tjetri, edhe të mundohen të punojnë për sportin dhe sportistët. Edhe leximin edhe ushtrimin. Se pa gjendje fizike që ndosh, nuk mund të krijoj. Një rastet atë Ili Seren, e dini. Po. Aja është vëzhgues dhe antar i Këshillit Refere. Në çdo seminar që vinte, i përgatiten fizikisht shumë, po vraponte jo me patika sportive, po kam datët. Po gjithmonë i përgatitet këtë. Atëherë Adnan, faleminderit që ishe pjesë në emisionin me legjendat e sportit në televizionin Koha. Shumë faleminderit juve, që gjetët kohët të më respektoni. Po ashtë i uroj që t'i përshëndes shqyqyusit e të kohës, se pa mjetet e informimit nuk ka kur gjanë. Fali fakti e atërshëm të arti, nesët nuk do t'i ishim edhe këto që jemi. Ndërsa ju teleshikues të nderuar, deri në emisionin e radhës me legjendat e sportit në televizionin Koha, natën e mirë dhe mirupafshim.